Më 16 maj në Shqipëri, krerët më të lartë të Bashkimit Evropian do të jenë pjesë e samitit të Komunitetit Politik të Bashkimit Evropian. Kreu i Policisë së Tiranës bëri të ditur se kufizimet e para të lëvizjes do të nisin që më datë 14. Në datë 14/5/2025 nga ora 22 deri në orën 23 do të ketë blokim të plot të lëvizjes automjeteve në aksion rrugor aeroporti Nën Tereza Rinas, hyrja në autostradën e re Tuman Kashar, autostrada Tiranë-Durrës mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi tek Ishe Shqiponja, unaza e re Krau Astirit, kryqëzimi te Pallati me Shigjeta, rreth rrotullimi Saukut Vjetit, rruga e Elbasanit, Hotel Plaza. Lëvizjet e delegacioneve më 15 dhe 16 po ashtu do të shoqërohen me ndalim të qarkullimit të mjeteve. Në datë 15/5/2025 nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve. Në zonën e sheshit Skënderbej do të ketë edhe ndalim të këmbësorëve në ditën e samitit. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, nga kryqëzimi Bulevard Jean d'Arc te kryqëzimi rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i Bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush nga bulevardi Zogu Park deri tek Ish Cirku. Edhe në largimin e delegacioneve do të kufizohen makinat në disa akse. Në datë 16/5/2025 nga ora 13 deri në 18 do të ketë bllokim të plot të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor Sheshi Skënderbej, rruga George Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Saukut Vjetër, unaza e re, Krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Tuman Kashar dhe aeroporti Niš, pra jemi në momentin e kthimit. Samiti në Tiranë mbahet vetëm pak ditë pas zgjedhjeve në Shqipëri, ndërsa në të diskutohen edhe për negociatat me vendet e rajonit për zhvillim me integritet.